Gjykata Administrative e Tiranës ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut Erion Veliaj, I cili kishte kërkuar shpadhjen e pavlefshmërisë të emërimit të prokurorit Olz Dado. Në vendimin e saj, gjykata arsyetoi se Veliaj nuk kishte një interes të drejtpërdrejtë ligjor në këtë çështje, por vetëm një interes të tërthort, duke mos pranuar argumentet e paraqitura nga pala paditëse. Krahas padisë së kryebashkiakut, gjykata rrëzoi edhe dy kërkesa të tjera për të bërë palë në proces, një nga një shoqat dhe nga ish prokurori Tom Deda, I cili pretendonte se ishte larguar nga detyra në kohën e ish prokurores së përgjithshme Ina Rama për t'i hapur rrugë emërimit të Olz Dados. Pas shpadhjes së vendimit, Erion Veliaj, I pranishëm në sallë, reagoi shkurt me ironi duke u shprehur se vendimi ishte I pritshëm. Ndërkohë, avokati I tij, Plaren Dreca, kundërshtoi vendimin e gjykatës dhe deklaroi se çështja do të vijojë edhe në shkallët e tjera të gjyqësorit. Paralajmëruar disa herë edhe para jush, dhe vetë fakti që mënyra se si u zhvillu procesi dhe si u zgjat procesi për një element procedural që besoj është në sytë e publikut dhe në sytë tuaj shumë I qartë që sigurisht që kjo ishte më shumë test, më shumë se sa pranimi një padije është një test për sistemin dhe në këtë rast të gjykatës administrative, se sa ka aftësinë për të vetë korrigjuar problematika që sistemi ka, dhe një ndër problemet e mëdha që sistemi ka dhe ne kemi parashtruar, e kemi treguar, ju jeni shumë qartë, publiku shumë I qartë se zoti Dado nuk është emëruar në mënyrë të ligjshme, as vetë zoti Dado nuk e ka kundërshtuar këtë fakt. Veliaj kishte kërkuar që drejtësia të shpallte të pavlefshëm dekretin e vitit 2008 për emërimin e Dados si prokuror, duke pretenduar se në ato ai nuk plotësonte kriteret e parashikuara nga ligji. Në këtë proces ishte I përfshirë dhe presidenca si institucioni që në ato periudhë kishte dekretuar emërimin e Dados pas propozimit të ish prokurores së përgjithshme Ina Rama. Pavarësisht vendimit të parë, betejë ligjore nuk konsiderohet e mbyllur, pasi pala mbrojtëse ka bërë të ditur se do të drejtohet gjykatës administrative të apelit.